Imagjinoni sikur të gjendej një testament i Skënderbeut, një dokument i fundit i shkruar me dorën e heroit ton kombëtar që do të na tregonte amanetin e tij për Shqipërinë. Por a ekziston vërtet, apo është një mister i humbur nëpër arkiva të huaja? Në vitin 1924, një preft shqiptar dëshmoi se një arkeolog rus kishte vizituar manastirin e Shën Gjon Vladimirit në Elbasan dhe kishte marrë disa dorëshkrime të ralla, mes tyre edhe testamentin e Skënderbeut. Një tjetër dokument arkivor flet për konsullin rus që rreth vitit 1900 hapi arkivat e bibliotekës së manastirit dhe mori libra të lashtë, ikona dhe një dorëshkrim të lidhur me Skënderbeun. Prej asaj kohe gjurmët humbën. Nuk është parë kurrë më asnjë testament i tillë në trojet shqiptare. Historianët dyshojnë se mund të jetë fshehur në ndonjë arkiv rus, duke pritur të zbulohet. Nëse ky dokument ekziston, ai nuk është thjesht një letër e vjetër, por fjala e fundit e një heroi që i dha jetën lirisë së Shqipërisë. Po ju çfarë mendoni? A ekziston diku testamenti i Skënderbeut, apo është vetëm një legjendë e humbur?